Shoku Enver, gjatë bisedës, na dha porosi dhe këshilla shumë të vlefshme për gjithë punën tonë. Të shtojmë ullit në mënyrë të pakufishme, sepse si ashtu siç dihet, tokat e ndërmarrjes son janë mjaft optimale për rritjen dhe zhvillimin e kësaj kulture. Mbi bazën e përvojës së arritur, të tellojmë shkallën e shërbimeve, veçanërisht shtimin e ullinjve në ujë për të prodhuar sa më shumë vaj për nevojat e popullit. Kështu janë ngritur blloqe të reja me ullinj në vende të stemuara deri në kuotën 400 metra mbi nivelin e detit. Punë kjo që vazhdon në masivin e dytë. Nga 19.500 rrënjullinj që kishim në ujë para vizitës së Shokut Enver, me një punë në këmbëngulëse e të vazhdueshme me frymë aksioni, sot kemi në ujë 98.6% të rrënjve të ullinjve nga 235.000 rrënjë që ka sot ndërmarrja. Jo vetëm në një stinë, por në të gjithë stinët të ketë limona e portokaj, porosiste Shoku Enver. Rrugës për në Ksamil, agavjet si kur përshëndeten me njerëzit, ndërsa ullinjë që sa vijnë e izjatin degët, si kur do të thurin kuror këtë rrugë me styre, duket se thonë. Puna e mirë e kujdesi këtyre djemve dhe vajzave na e rriti shtatin. Ujrat e kanalit Bistricës, si gura drite dhe jete na ndjekin kudo. Rritësit e troftave i gjetëm në të vjela në vrull pune. Rritësit e midhjeve po i shtojnë impjantet të tjera liqenit të Butrintit. Ekonomia jonë, thonë ata, ka dobi të madhe prej tyre. Ndërsa peshkatarët e sardeleve patën gjuajtje të mbara kësaj nate. Me shtimin e pemtarisë, si dhe me zhvillimin e mtejshëm të bujqësisë, u bëj domosdoshëm edhe përpunimi i frutave dhe i perimeve. Si Gjate dhe Sarandës janë të pëlqyeshme nga tregu i brendshëm dhe jashtëm për motivet e tyre të freskëta e të bukura. Gazi i nuseve të reja që vijnë nga të gjitha anët e Shqipërisë për muajin e mjaltit i ka pushtuar të gjitha brigjet e këtij deti dhe i ka mbytur klithmat e asaj vajze së valeve që kishte mbetur e gjora me sytë përlotur nga deti. Ajo kohë e hidhur ka mbetur vesh në balladën e trishtuar. Shumë përparime janë bërë në vendin tonë, por perspektiva është shumë më e madhe. Kohët e fundit, arkeologët tanë kanë zbuluar brenda qytetit Sarandës edhe një mozaik, vlerat artistike të cilit janë të dukshme. Edhe muzeu i qytetit është pasuruar me gjetje të reja. Nëpërmjet tyre, historia e këtij ngulimi të hershëm ka filluar të flasë më mirë për veten.